Dhe fill pas kësaj, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hyjnë në barkë dhe të prinë në bregun tjetër, derisa ai t'i lëshoi turma. Dhe si nisi turmën, u ngjit vetë mbi mal për të lutur, dhe kur u ngrys, ishte aty i vetëm fare. Por barka ndodhej në mes të detit dhe përplasej nga valët sepse era ishte e kundër. Por në orën e 4 të natës, Jezusi shkoi drejt tyre duke ecur mbi det. Dishepujt kur e pan duke ecur mbi det, u tremën dhe thanë, "Është një fantazëm", dhe bërtitën nga frika. Por menjëherë Jezusi u foli atyre duke thënë, "Kini zemër, jam unë, mos keni frikë." Dhe Pietri duke përgjigjur tha, "Zot, nëse je ti, më urdhëro të vi te ti mbi ujëra." Atëherë ai tha, "Eja." Dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujëra për të shkuar te Jezusi. Por duke parë erën e fortë u friksua dhe si filloi të fundoset, bërtiti duke thënë, "Zot, shpëtom!" Dhe Jezusi ja zgjati menjëherë dorën e zuri dhe i tha, "O njeri besim pak, pse dyshove?" Dhe kur hyn në barkë, era pushoi. Atëherë ata që ishin në barkë erdhën dhe adhuruan duke thënë, "Me të vërtet ti je biri i Perëndisë." Por mbasi dolën në bregun tjetër, erdhën në krahinën e Gjenezaretit. Një nga mësimet që po bëni me Joelin pak kur ishim plazh për të mësuar notin, sekreti është një gjërat e para është mësosh që të ndrosh mbi ujë. Edhe pastaj ti mund të komandosh trupin edhe të lëvizësh edhe gjymtyrën. Edhe Joeli po më thonë që të rrinte shtrirë, shumë me kurriz, edhe unë që e prekja pak nga gishtat. Me gishta, pak nga kurrizi për të siguruar që Joeli po që unë i kisha dur poshtë kurrizi. Edhe sa herë që Joeli ishte i qetë, që ndronte i qetë, nuk kishte frikë, nuk trembe, ai po qëndronte me u. Edhe në momente që pastaj thash, "Papi, po që do zhytesh brenda." Edhe një nga i thosha Joelin qetësohu, mos ki frikë, mos u tremb, sepse në momente që ti trembesh, friksohesh, do zhytesh brenda. Edhe ishte pikërisht në momentin që Pietri i thirrri Jezusit i tha, "Shiko tha, nëse ti je tha, nëse ti je Zoti, tha, thuj do mira të vita unë të ec." Edhe e bëri, por pastaj Pietri tha, filloi të dyshonte, edhe mendonte dale çish po ecën, ku? Po u zhyt brenda. Le ta analizojmë edhe një herë situatën së bashku, se çfarë po ndodh. Jemi pikërisht në momentin që Jezusi ushqeu 5000 vet, edhe ai i përcolli ata. Por shikoni se çfarë ditë e gjatë ka qenë. Përpara se të ndalej me tek turma e njerëzve, Jezusi pa atë ditë mësoi, dëgjoi për kushërilin e vet, Gjon Pagzorin, se i kishin prek kokën, e kishin vrarë. Gjon Pagzori ishte një nga ata, le të themi, predikuesit e zellshëm që fliste për Perëndin edhe po përgatiste rrugën për Jezus. Ishte pikërisht ky momenti që Gjon Pagzori pra ishte vdekur dhe le të themi që Jezusi ishte goxha i mërzitur, goxha i pikolluar. Edhe po mundohej që të shkonte diku vetëm që qetësohej tek vargu 13. Turmat e dëgjuan, njerëzit që ndiqnin e dëgjuan që ky ishte aty afër. Edhe shkojnë tek ai. Jezusi, po vini re qëndrimin e Jezusit. Jezusi ndjell dëmshuri për ta dhe menjëherë filloi që të fliste me. Edhe pastaj diku aty nga darka, imagjinoni, diku aty nga darka, në mbrëmje, dishepujt i thanë, "Lëri tani o Zot, lëri të shkojnë, se këtu ku jemi ne nuk ka në një dyqan që të blejnë në ushqim, në diçka, lëri të shkojnë në qytet, në qendër që të blejnë për të ngrënë." Dhe Jezusi i thot, "Po mirë, ju nuk jeni të?" Edhe ne dim se çfarë ndodhi. Jezusi i bekon ata duke i ushqyer me bukë me peshk. Edhe pikërisht në mbrëmje,
mbasi mbaruan u kënaqën, u ngopën, Jezusi sigurohet që ata të ndahen, të shkojnë nëpër shtëpitë e tyre dhe i përcjell. Imagjinoni, 5.000 veta. 5.000 veta Jezusi i këshillonin ndanë për grupe, sipas grupeve që mund të ishin ata me ftise ose me miq që ata mund të kishin ardhur aty me familjet e tyre, edhe i ndanë në grupe dhe duke i bekuar, duke i urdhëruar që ata të shkonin në paqe. Madje mund edhe t'i ketë këshilluar mos u zini rrugës, se ka për të ngrënë plot. Nuk keni çfarë ndani. Edhe ndërkohë që dishepujve të vet i urdhëron që të largohen, ikni. Dhe dishepujt çfarë bëjnë? Hypin varkës edhe shkojnë mes detit. E ndërsa shkojnë mes detit, Jezusi aty ra mbrëmje, le të themi ka rënë musku komplet. Çfarë bëri Jezusi? Dita për Jezusin nuk ishte mbaruar akoma. Jezusi shkon diku veç edhe lutet për një kohë gjatë. Aty thotë roja 4 e natës, mund të ketë 3, mund të ketë qenë 3 ose 4 e mëngjesit sipas veprimi orës tonë. Pra Jezusi u lut për një kohë të gjatë. U lut për një kohë të gjatë dhe pastaj filloi të ecte drejt tyre. Deti kishte shumë dallë të mëdha. Për Jezusin ishte tokë që Jezusi mund të ecte, dhe po ecte pikërisht mes detit. Edhe dishepujt e tij arritën ta dallonin që ishte një njeri, por nuk e dalluan dot se kush ishte. Ishte Jezusi apo ishte dikush tjetër. E dalluan edhe kur e pan që ai po ecte mes detit, e imagjinoni ato dallgët që ngrihen kështu lart, edhe Jezusi që ngjit si ato kodrat e vogla që mund të gjikosh si në përman. Ose si, nuk e di keni parë në ato me surf që bëjnë nëpërmjet dallgës detit që ngrihen sipas dallgës. Edhe Jezusi që po kalonte pikërisht nëpër dallgë, edhe dishepujt që e shikojnë edhe sigurisht që trambesh. Edhe ne kishim qenë, edhe ne jemi, imagjinoni ti je herët në mëngjes, pa rënë drita akoma, edhe ti të shikosh që vjen dikush që është duke ecur mes detit, edhe pikërisht që deti është me dallgë. Edhe ata të tmerruar fillonin për të thënë: "Kush je ti? Çfarë po bën?" Edhe ai që vazhdonte të ecte nëpër dallgët e detit. Dhe pastaj po i shikoni qetësinë që ai ka në vetvete. Edhe imagjinoni ti ishim ne, "O çfarë ke apo po shpërtit se apo?" Por Jezusi me qetësi tek vargu 27. Kini zemër, jam unë, mos kini frikë. Besoj që Jezusi mund të jetë afruar afër varkës, që ata të mund ta dëgjonin, por nuk ka qenë një zë siç ishte zëri i tyre i tmerruar, i friksuar, por një zë i ngritur, mjaftueshëm që të dëgjohej nga dikush. Dhe Pietri, ti mund të ecësh në ujë? O Zot, po mirë, po nëse je ti, domethënë që edhe unë ti eca, edhe unë mund të eci. Nëse je ti o Zot, më urdhëro të vi dhe unë. Dhe ujra të eci. Ta provoj në unë mirë. Edhe Jezusi tha, eja. Dhe Pietri zbriti nga varka dhe eci mbi ujë. Imagjino. Si të ecësh nëpër gjama në një, le të themi në një, zakonisht eci me avash, si të friksuar në një dhomë të errët, le të themi. Edhe ti ecë, eca. Dali ç'është shikoni. Që kthen kohë, besoj që mund të ketë kthy kokën nga varka, ku varka që nga mbi ujë. Edhe pastaj pa dallgët, erë që frynte, Pietrit i hyn frika. Besoj mund të ketë bërë 4-5 hapa, i hyn frika dhe në moment fundose. Bërtitë duke thënë: "O Zot, ndihmo, më mbyta, shpëton." Dhe Jezusi i zgjati menjëherë dorën dhe tha: "O njeri besimtar, ç'e dyshon?" Dhe kur hyn në barkë, era pushoi, atëherë ata që ishin në barkë erdhën dhe e adhuruan duke thënë: "Me të vërtetë ti je biri i Perëndisë." Ju ka ndodhur në momentet tuaja të vështira, mund keni një fije lloj besimi të çuditshëm që s'arrini dot
ta kuptoni, ta shpjegoni, po e dini që mund të merrni rezultate pozitive. Edhe ti lutesh. Ti lutesh, por në lutje sipër fillon e dyshon. Në një moment tjetër, Pietri kur Jezusi e pyet, a beson tek unë, a beson që unë jam biri i Perëndis? Dhe Pietri thot, po Zot, besoj. Edhe hulet në gjuhë, edhe e mërtan Jezusi po dhe thot, largohu prej meje. Si mund të thuash dikush largohu prej meje dhe ta mbash fort? Edhe pastaj thot, po Zot, besoj. Ndihmo mos besimin tim. Në momente të ndryshme të jetës sonë neve kemi këtë lloj, le të themi, mos besim ose fije dyshimi që mund na mërthejnë në jetën tonë. Edhe na bën neve si këto dallgët e detit. E keni vënë re, besoj që në momente të vështira, çuditërisht ti po hecën. Jeta jote mund të jetë me dallg të fuqishëm, edhe ti fillon edhe hecën. Edhe pa pritur e pa kujtuar thot, wow, po eci. Edhe fillojnë gjërat marrin, le të themi, për keq. Shpesh herë ne ndodhemi në këto situata, le të themi, unë për vete e besoj që Zoti është me ne. Zoti na ruan, Zoti na mbron, Zoti na bekon. Por problemi është sa e lejojmë neve Perëndin që të na bekojë, sa e lejojmë neve Zotin që të na mbrojë, sepse gjithmonë neve na pëlqen që ta kemi vetë timonin në kontroll. Ta kemi ne jetën në kontroll. Edhe pse lutemi, edhe pse kërkojmë, shiko, të lutem më ndihmo ta bëjmë këtë, pastaj thot, le se po e bëj vetë. Edhe fillon ta bësh edhe fillon që nuk bën asnjë gjë. Ju ka ndodhur ndonjëherë që mund të jetë prishur diçka dhe edhe erdhi dikush për ta rregulluar, edhe që nuk e çon dot tek vendi i vet, kur monton. Edhe ti që je i lirë kështu thosh, më lejo më do të apo ju. Edhe fillon gjosmes me idenë se do ta mbërthesh, do ta çosh në vendin e duhur. Por nuk e bën. Shpesh herë neve kemi dëshirë t'i fusim duart, t'i fusim mundët duke menduar që jemi më mirë, më mirë. Edhe me njerëzit hajt më, po e pranojmë, sepse kemi ato boshllëqet tona që neve kemi nevojë që të mësojmë, por tek Perëndia ne kërkojmë të bëjmë të njëjtën gjë edhe tek Perëndia, duke menduar që ne nëse do ta bëjmë ne do ta bënim ndryshe. Nuk do ta bënim ashtu. Edhe kur i kërkojmë Zotit që Perëndis që të na bekojë, shpesh herë neve i kërkojmë bekimet sipas mënyrës sonë. Nuk kërkojmë bekimet nga Zoti dhe të lejojmë Perëndin që të na bekojë, por duam, edhe shpesh herë diku është problemi ynë. Problemi ynë është që ne ngatrojmë dëshirat me nevojë. Edhe shpesh herë dëshirat tona nuk janë si nevojat tona, apo jo. Shpesh herë kur ne dëshirojmë diçka, ne duam, le të themi, duam një telefon. Edhe në fakt ne kemi nevojë për një telefon, për një aparat komunikimi. Por ne nuk kemi nevojë për një që më vjet edhe 1 milion lekë si telefon, apo jo. Kjo nëse e kalon buxhetin tan, nëse e kalon kursimet e tua, çdo gjë tënde, atëherë quhet një dëshirë. Mund të ketë dhe nevoja të tilla që të kërkojnë që ta harxhosh më shumë, të do kursesh, por në të tilla raste kur është mundësia që ta përmbushësh nevojën tënde me pak, atëherë mund të quhet edhe dëshirë. E njëjta gjë edhe kur neve vim dhe paraqitemi përpara Perëndis dhe kërkojmë, le të themi, bekimet e Zotit, shpesh herë mund ta gjejmë veten duke kërkuar dëshira
se sa nevojë. Edhe fakt neve nuk e pranojmë, edhe kur mund na zgjidhet, le të themi, halli, vështirësia, problemi që neve kemi paraqitur përpara Perëndisë, neve vëmë re që mund ta vëmë re që kemi marrë atë çfarë kemi nevojë në vend se të marrim atë që kemi dëshirë, atëherë nuk e se jemi të kënaqur në 100%, sepse neve dëshironim atë që donim atë çfarë dëshironim, jo atë çfarë kishim nevojë. Dhe kur është kjo gjë, ne shpesh herë kjo gjë na verbon ne për mos të parë bekimet e Perëndisë. Na verbon për mos t'i qenë Zotit falënderues, për mos t'i qenë Zotit mirënjohës. Edhe kjo humbet dhe besimi, sepse futet fara e dyshimit. Edhe në fillim, kur mëkati erdhi në tokë, nuk ishte ka ndonjë gjë të madhe, por vetëm sa i vendosi farën e dyshimit Satani. Me të vërtet, ka thënë Perëndia kështu? Ju ka ndodhur dhe juve? Kur dikush ju ofron ndihmë ose ju ofron ndihmë pa interes dhe ti thua, po ky për çfarë më ndihmoi mua? E ka një interes. Ne shpesh herë jemi gjendur në situata të tilla këtu me kishën kur ofrojmë kurse anglishte, falas, edhe japim dhe libra të falas. Vjen dikush edhe thotë desha të regjistrat, po sa kushton as falas. Po librat janë falas. Po çfarë interesi keni ju? Si interes. Po një gjë e keti, çfarë dëshiron? Çfarë keti? Çfarë po kërkon nga unë? Çfarë do të fjapun ti? Edhe unë mundohem gjithmonë t'ja shpjegoj që tekstet që neve kemi janë të tilla që anojnë nga mësimet biblike. Edhe çfarë është tekste, siç janë tekste të ndryshme që na ndihmojnë edhe që të nxjerrim folje për emra, gjëra të tilla nga tekstet e përditshme, ne këto tekste që formojnë fjalitë i kemi marrë nga Bibla, asnjë gjë tjetër. Po ti mund të zgjedhësh thjesht ti lexosh, të mësosh anglisht. Për shumë njerëz e paragjykojnë këtë gjë. Edhe shpesh herë ne mund të gjendemi në situatën që Perëndia po na shpëton edhe falas. Kur Jezusi u kryqëzua në kryq për ne, ne mjafton që të pranojmë Jezusin edhe po gëzohemi. Ne nuk kemi nevojë të ofrojmë diçka tjetër për ta bërë për të marrë faljen nga Perëndia. Keni vënë re që shumë njerëz sot kur ndodh diçka negative në jetën e tyre thonë, pse më ndodhi mua që unë kam qenë gjithmonë i mirë, jam sjell mirë, kam trajtuar njerëzit mirë. Po kjo është për shkak të keqes që mbretëron edhe në tokë, edhe njerëzit janë të ndihtuar me njëri tjetrin. Edhe ndodhu. Sepse neve e masim masën tonë të bekimit në bazë të sjelljes tonë, në bazë të përpjekjeve tona për ta merituar atë gjë. Edhe kjo na bën edhe që shpesh herë të kemi besimin e pakët, edhe shpesh herë të kemi dhe dyshimin e madh. Por Perëndia është një Perëndi i mëshirshëm, i hirshëm me gjithë secilin prej nesh dhe na ka dhënë mundësi gjithë secilit që ne të kemi mundësinë të marrim bekimet e tij. Mjafton që ne kemi besim. Mjafton që ne mos të kemi dyshim.